طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri i Ibn-Qayyimit rahimahullahu taala, kemi arritur jemi tek mjekësia pejgamberit alayhis salam, Zadul Maad, tek yndyrnat dhe vaji. Yndyrnat apo vaji. Yndyra çka bën i zëporet secili njeri lëkurën e vet ka pore. Më thonë që del djersa apo çaj djersa është e krijuar me prej mineraleve të ndryshme, ka si krypa. E keni vret për shkak veç pak çit në shijone ka kryp. Ai djersa juaj. Po çka djers del prej çka prej poreve. Do thotë ka këtu vende që jenë të shpura me një aspekt, por na nuk i shohim me sy, edhe çto pore çka i bën i mbush kjo yndyra i mbush ato. Edhe i lloj ushqimi është ato për lëkurën. Thot edhe çka e pengon mu prish lëkura. Yndyrnat e ndryshme që përdoren kremrat ku e diun e kret, që nuk e lën mu prish lëkura. Apo a keni vënë për shembull dimit kur çohet lëkura, çka qesim yndyra apo qesim kremrat të ndryshëm. Përdorimi i saj pas një banje me ujë të ngrohtë lagështon dhe shkëlqen trupin. Kur ti lahesh vllazni me ujë të nxehtë apo të ngrohtë, enët e gjakut zgjerohen. Keni pa që është bëhet si kuqe dhe zgjerohet. Ndërsa mulo ujë të ftoft ngushtohen. Po që është ngushtohen durr, që është bën si lëkura që është ngjitet apo. Domethënë ajo shkakton vazokonstruksion. Enët e gjakut zvoglohen, ngushtohen realisht, ndërsa uji i ngrohtë i zgjeron. I zgjeron, normalisht kur ti i qet, pastaj vaj, ato futen nëpërmjet poreve dhe ushqejnë lëkurën. Lyerja e kokës me vaj e zbukuron dhe i zhvillon flokun. Lyerja e kokës me vaj e zbukuron dhe normalisht i jep shëndritje apo flokëve. Ai ndihmon kundra fruthit dhe shumicës së smunjeve që i prekin flokët. E Borera transmeton se pejgamberi sa ka thënë, përdoreni vajin në ushqime tuaja dhe lyhuni me të. E sidomos vaji i ullirit. Vaji i ullirit është se vaji i ullirit vllazni ka vajra të mira. Alayhi salatu wa barakatuh. Në organizmin e njeriut janë dy lloje të vajnave, dy lloje yndyrash. Yndyra mirë dhe yndyra keqe. Yndyra mirë kur rritet, kjo është e mirë për organizmin. Yndyra keqe kur rritet, kjo është e keqe për organizmin. Kur ti e përdor vajin e ullirit, vaji i ullirit ta rrit yndyrën e mirë. Ta rrit yndyrën e mirë. Për vendet e nxehta siç është Hijazi, yndyra është një nga ruajtëset më të mira thot të shëndetit dhe ndër ilaçet më efikase. Duke e bërë kështu të domosdoshme për banorët e këtyre vendeve, thot gjithsesi duhet thënë se lyerja shpesh e kokës me vaj dëmton shqisat të parit. Shumë me përdor nuk bën në flok apo. Llojet më të dobishme të ndër lyrat e thjeshta janë vaj zakonshëm, pas të cilët është vjam dhjami, domethënë vjen dhjami edhe vaj susamit. Jeni vaj susamit, ka yndyrë të susamit. Ka në për këto banatore bimore që janë, vaj susamit është shumë i dobishëm. Llojet më të dobishme, po ashtu thot për sa i përket lyrave të përbëra, disa prej tyre janë të lagshta dhe disa të ftohta. Tillë është për shembull esenca e lulevjollcës, që i lehtëson dhembjet e nxehta të kokës dhe përgjum syrin. Po ashtu e lagështon trurin, ndihmon kundra krisjeve, kockave, kundër tharjes, domethënë krisjes së kockave për arbinin. Dhe thotë dhe kundra tharjes së tepërt të lëkurës, ajo shërben edhe si pomadë, domethënë bëhet në formë të pomadës. Disa lyra janë me përbërës të nxehtë dhe të lagështa. Thotë sikur vaji moringës, moringa emri shkencor moringa oleifera, moringa vajore, i cili nxirret nga farat e saj të bardha. Ky lloj qetson thot nervat dhe është kundër njollave. Ai pastron po ashtu e përthith edhe këlbazën e trosh, kushdo që ka këlbaz sekret, është i mirë ky, domethënë ky lloj vaji. Po ashtu pastron dhëmbët edhe i ruan nga prishja. Nëse përdoret me ushqim i ruan dhëmbët.
Pastaj thot kushdo që lyen kokën e fytyrën me vajin e moringës nuk preket nga fruthi. Fruthi e dini, më thonë që është i përhapur, ose thot plasaritjet e lëkurës kur je ftohur në veshka ose kur vuan nga pikimi pa kontrolluar i urinës, është mirë kjo gjë. Po ashtu kemi tash për mizat, miza. Më thonë mizat normale, apo që i dim mizat. Dhubab. Ne tashmi e kemi përmendur hadithin që vjen prej Ebu Hurerës, që ndodh në 2 sahijet, se pejgamberi sallallahu ka thënë: ka urdhnu që miza të zhytet e tëra në ushqim apo në pije nëse bie në të. Me qëllim thot që të përfitohet antidotit që dodhet në njërin krah të tij, i cili as njënson helmin. Çfarë do të thonë? Nëse miza vllazni vjen te gjella apo të një ushqimi caktuar dhe e fut kokën, ajo menjëherë lëshon mikrobin. Çfarë? Menjëherë lëshon mikrobin. Atëherë pejgamberi sa ka thonë shtynë krejt. Shtynë krejt. Shtynja edhe pjesën e pasme, edhe bishtin me një aspekt. Sepse thot, e para është helmi, mikrobi, helmi. E dyta është antidoti, është kundër helmi. Subhanallah. Këto e kanë vërtetuar në për laboratore, rëni pa kurt. Ju të pubertetit. Dhe më thonë qka? E para është helmi, që futët një mis me kokën e saj, apo? Dhe kur futët me kokën e saj, me njëherë paraqitet helmi prej gojës që saj mizës. Për me hek qatë mikrob, qatë helm, duhet me shty me gisht kret që me pas edhe pjesën e pasme të futur miza brenda. Dhe një kosisht del pastaj anti-helmi. Dhe vetë ju helmi, anti-helmi. Që kalon Allah subhanahu wa taala për një mize. Që për një mize. Këto dhe dietarët kanë komentu çështjen e vakcinave. Çështjen e vakcinave. Dhe më thonë, qysh bëhen vakcinat vllazni? Vakcinat bëhen mirët ADN-ja e virusit, të vërtet. Mirët ADN-ja e virusit të vërtet. Dhe futet në organizmin tënd dhe qaj ADN-ja ati virusi e lufton vetë virusin. Si që kanë thonë përpara, serumet për shembull që bëhen kur të hanë gjarpni, e marrin prej gjarpnit helmin, apo në për laboratore, dhe ta fusin në organizmin, helmin e lufton. Apo? Më thonë, kështu është edhe kjo çështja e mizës, apo çfarë mrekullia Allah subhanahu wa taala, mizë shumë e vogël, çatu helmin e ka, çatu e ka ato kundër helmin apo shërimin. E kanë vërtetuar vetë kum po me sytë e mi kështu e kum po në internet, do të thonë, që e kanë fut mizën, pastaj kanë vërtetuar me laborator, e kanë po që është kontaminuar, është bë me mikrobe. Ndërsa me një pjot tjetër e kanë fut edhe pjesën e mbrapme të mizës, e kanë shtyp, e kanë vrejt që s'ka pas kurgjo. Më thonë e kanë vrejt që s'ka pas kurgjo, është pastru nga helmet apo nga mikrobet. Ari tash, kemi të bëjmë me arin, dheheb. Ebu Daudi dhe Tirmidhiu sjellin hadithin që e tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që e leju Arfeja ibn Esidin, të cilit ju prej hunda gjatë betejës. Ju ka prej hunda këtij personi gjatë betejës, thot që në vend që të vendoste, thot, në vend të saj një protezë prej ari, apo pasi ajo prej argjenti ishte prishur. Arfeje ibn Esfedi si person është përmendur vetëm në këtë hadith. Në hadithi veç i këtij personi është përmendur emri që lejohet me përdor, apo kur ki për shembull probleme në fytyrë apo ku e diunë, si personi në fjalë që gjatë luftës ju ka kaput hunda, me shpatë ju ka kaput hunda. Atëherë pejgamberi sa më ka leju me çit dukat. Me bo, dhe më thonë hundën e dukatit. E ka pas të argjentit, ju ka prish, e ka qitë pastaj të arit dhe nuk ka asnjë problem. Floriri është gëzim i jetës në këtë botë. Subhanallah, Allah subhanahu wa taala e ka lënë florir me ari me një aspekt, çka ka dukata, mirë po kur ta sheh, njeriu kënaqet dukatin. Është diçysh vetvetiu Allah e ka bo një lloj substance që do krejt. Subhanallah. Është
Domethënë, pse substanca tjera nuk i don? Mund të më konë njësoj si ajo, apo këtu në pamjen e jashtë me këtë diune, po jo, dukatin e don zemra. Vetë ju e ka botë të dashëm, domethënë, për njeriu dukatin. Thot gëzimi i jetës në këtë botë. Thot ai është pasuria materiale e kësaj bote. Thot që sjell gëzim në zemër dhe i forcon këmbët e pushtetit. Thot ai është sekreti i Allahut në tokën e tij, i Belkaimi. Sekreti i Allahut është. Sa më shumë një shtet që ka ari, ai shtet është i pasur. Apo? Sa më shumë që ka ari dukat, ai shtet, se shet Allah, apo të shet dhe kushton ajo. Pastaj thot, ari është i përshtatshëm për çdo lloj mjedisi. Fryma e keqe që del prej barkut mund të largohet nëse mban në gojë një cop floriri. Nëse e përdor një cop dukati në gojë e lën, apo ta hek atë frymën e keqe që del prej barkut. Ata që vuajnë nga ndonjë plagë që ka nevojë për kauterizim, për djegje, apo thotë dhe përdorin arin për këtë qëllim, do të kenë një shërim të shpejtë të plagës, të pa shoqëruara me fshika ujë. Po ashtu, ari luan një rol të veçantë në forcimin e zemrës. Prandaj ai lejohet në kohë lufte dhe paqeje, veç atëherë kur ka prova fakte për të kundërtën, dhe thot Tirmidhiu shënon një hadith që vjen nga Buraida al-Asr, thot se i dërguar Allah sa hyri në Mekke ditën e çlirimit me flori argjent mbi shpatën e tij. Në shpatë ka pas dukatin edhe sëlmin. Arin edhe argjentin e ka pas, më thonë në shpatë, kur ka luftu Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ari është aq i dashur thot për zemrat e njerëzve, saqë kur ata e kanë në duar, ai bën të harroj gjitha gjërat e shtrejta në këtë dynjë. Kur ta sheh për shembull dukatin, i duket diçka që e ka këtë dynjon me vite, apo. Allahu thot burrave thot, u është jeshuar dashuria për gjërat e dëshiruara. Allahu ja ka bërë dashura burrave në këtë dynjë. Çka? Gratë. I kanë qef, i duan. Fëmijët, thot arin dhe argjentin e grumbulluar, kuajt e bukur, bagëtit dhe arat e lëruara. Syni knaqet, apo kur ti sheh. Suratul Ali Imran 6. Në dy sahijet shënohet se pejgamberi sa ka thënë, nëse biri i Ademit do të kishte një lugin me ari, me flori, çka? E kishte bënë një tjetër, se kështu është njeriu, apo? Thot, do ta kërkonte të dytën. Nëse ai do të kishte dy të tilla, do ta kërkonte të tretën. Asgjë thot nuk e ngo barkun e birit Ademit, përveç ka, përveç dheut. Përveç dheut, s'ka, se ngin synin. Thot Allah i falt ata që pendohen. Tash i kemi hurmat arabe, të pjekura, rutab. Allah i madhruar i tha Merjemës, tha shkunde trungun e palmës në drejtimin tënd, që të bien mbi ty hurma të pjekura të freskëta. Kështu hapi e gëzohu. Nëse vren do një njeri i thuaj, unë jam betuar në të gjithë mëshirshmin se do të agjëroj, prandaj sot nuk do të flas me askën. Suratul Maryam ajeti 25-26. Kjo puna e hurmës është ndihmëna në verë, e pranë verë. Kjo e bie në kundërshtim me ata që e kanë festën e Krishtlindjet. Shikon ndihmën. Kjo ndihmë nuk bën hurmat. Ndihmë nuk bën hurmat. Në më thonë, i bjen kundërshtim, në më thonë, me veprat e tyre. Në dy sahijet vjen rrëfimi Abdullah ibn Xhaferit, që thot, unë e pashtë të dërguar në Allah sasem, që hante trangu i kastravec me hurmat të pjekura. Pse të pjekura, Ibrahim? Edhe kastravec në anën tjetër? Se nëzit hurma, kastravec i ftoft. Kastravec i ftoft. Pejgamberi sasem na i kemi trajtu derset më herët, kemi thonë, i ka bashkërendit, dhe më dhënë qka, me njon ka marrë ushqim në nxehtë, me njon të ftoft. Dhe kastraveci është ushqim i ftoft, apo? Ndërsa hurma e pjekur është e nxehtë. Atër i ka bashkëdyzu dy ushqime, njëjtën kohë. Pastaj thot, Ebu Davudi shënon në Sunenin e tij në dëshmin e Enesit, që tregon se i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam zakonisht e çelte iftarin me hurma të
pjekura apo të freskëta. Kur nuk kishte nga këto e qelte me hurma të thata. Kemi në lloj hurma shkemi, apo. E nëse nuk kishte as hurma të thata, e qelte me një glëng ujë. Me ujë e qelte, lejohet me ujë me qelë. Hurmat e pjekura janë sikur ujë, thot, të nxehta dhe të lagështa. Ato janë të shëndetshme dhe fuqizuese për stomakun e ftoftë. Hurmat e pjekura rrisin prodhimin e spermës dhe lindshmërinë. Domethënë e shtojnë spermën, që me mujt me bo fëmijë, dhe thot çka? Dhe lindshmërinë, apo japin për lindshmëri. Ato çmohen si të përshtatshme për temperamentet e ftohta dhe janë mjaft të ushqyeshme. Ngrënia me tepri, thot, e këtyre hurmave shkakton dhembje koke. Boll të lezetshme janë, veç me hongër shumë, rrezik është. Nuk bën shumë me hongër, hurma. Me mos du të me hongër, avi vjen. Ato i kanë ato substansat e vjeta mrana. Thot, vrerë të zi dhe prishje të dhëmbëve shkaktojnë nëse teprohet. Megjithatë, për të asnjësuar efektet negative, përmjej këto efektet, mund të përdoret mjalti i përzier me ufull. Mjaltit, ja qesi pak ufull, edhe e përdorish kur han shumë hurma. Pak me bo një lloj stabiliteti. E jo si bëci smete me aty. Pejgamberi sa zgjidhte të parat për të qelur iftarin hurmat e pjekura të freskëta, pastaj hurmat e thata, nëse nuk kishte asnjërin as tjetrën, atëherë mirë të thot një glënk ujë. Kjo mënyrë zgjedhje e përmban urtësinë vetvete, dhe thot sepse agjerimi e zbras stomakun dhe ti kur han hurma t'japin energji. Apo, derisa s'ki pas energji ti dhe 2 motor, 5 motor ke agjeru, momentin kur ti përdor i ka ato sheqernat e veta, karbohidratet, hurmat, dhe t'japin energji. Po ashtu dhe ujë kur të pen, normalisht t'japin fuqi, e pastaj pas namazit, kur ta fal namazin e akşamit, shkon pastaj edhe han. Ëmbëlsirat janë ushqimi më i shpejt që arrin në ëmbëlqi dhe më të përshtatshme prej këtij organi, sidomos kur kemi të bëjmë me hurma të pjekura, këto të fundit pëlqejnë dhe më tepër nga ëmbëlqia, e cila ushqet dhe përfiton vetë para, pastaj u teqën këto dobi organeve tjera. Po ashtu kemi rejhan apo borzilokun, mërsina. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, thot kështu nëse ai në agoni është nga ata që janë të afërt me Allahun, do të ketë prejhje, rejhan edhe dhunti të xhenetit. Më thonë, po i përmend, më thonë rejhan borzilokun, thot Allah subhanahu Rahman, ka drithra me gjethe, e kërcej dhe bim me erë të mirë rejhan. Muslimi po ashtu, me një hadith nga pejgamberi sasam, thot nëse i ofrohet dikujt rejhan, që kjo bima, thot nuk duhet ta refuzoj, sepse ai është i lehtë për të mbajtur dhe ka aromë të mirë. Normalisht natyra e njeriu është që aromat i kanë qef. Dhe kush i kanë qef aromat nuk i kanë qef shejtani, apo po tregon për xhenet. Po ka edhe këtu, po në xhenet janë ndryshe. Xheneti janë ndryshe. Për shembull, vera e këtuit është ndaluar, ndërsa vera e xhenetit është e lejuar. Është ndryshe, veç namën, domethënë ka ngjajshmëri. Ibn Majah në Sunenin e tij sjell rrëfimin e Usamës se pejgamberi sa tha, a ka ndonjë që është gati të hyjë në xhennet? Pyeti pejgamberi sa. Tha xheneti se xheneti është i tëri i mirë, për Zotin e çapës, ai është dritë llamburitëse, rejhan vezullues. Thot pallat madhështor. Lum që rrjedh gjithmonë, hurme pjekur dhe grua mahnitëse. Më thonë, po t'i shpjegon Muhamedi a.s. gjërat që njeriu i kanë qef në këtë botë. E ku janë këto të mira që ka ardhur në hadith pejgamberit a.s. as menja s'mund mi shku se çfarë shije, çfarë ndjenjë është në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Por se veç ngjashmëri me emër po do më tregu mirë, po jo në ndjeshmëri apo në shije apo godjone. Ai ka dhoma, ka shumë dhoma. Thot strehe përjetshme në një vend të mirë, ka fruta, perime, komoditet edhe begati. Thot në një banesë të lartësuar e mjaft të rahatshme, ata të pranishmit u përgjigjen, po i dërgumi Allahut. Çto të mira në ke ka mëzu, kush s'ka qef me shku në xhenet, apo.
Atëherë ne jemi gati për të. Ai u tha, thoni me lejen e Allahut subhanahu wa taala, ata than me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Domethën, po ja Resulullah kemi qef, Muhamedi s.a.s. i tha, thoni inshallah, do të shkojmë. Po ja Resulullah, inshallah. Than, çdo bim që ka aromë të mirë quhet në arabisht rejhan. Ja përse në çdo krahin mund të gjesh bim të ndryshme me këtë emër, për shembull njerëzit që banojnë perëndim, po ashtu edhe arabët i quajnë bimët aromatike si rejhan. Rejhan është një fjalë e përgjithshme apo që mirret për çdo bim. Në Irak dhe Sham rejhan quhet lulja hibk, një lloj mendre. Rrjedha e gjakut, thot, nga hundët mund të ndalohet duke grirë gjethet e rejhanit. Më thonë, nëse i pren ato gjethet e rejhanit dhe i vendos në hund, kur ki gjakderdhje, ta nal gjakderdhje me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu thot, duke i përzier me uthull e duke i vendosur ashtu mbi kokë, edhe mbi kokë. Po të shtypesh gjethet e thata dhe ti hedhesh mbi lunga që ki, të lagështa, i shëron ato me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Përdorimi i saj si kompres, thot ti hedhesh, thot i gjallëron, thot organet e likshta, shëron gishtrinjet e infektuar dhe puçrat e lungat që dalin në duar e në këmbë, nëse i vendos, domethënë këtë rejhanin. Për të zgjasuar djersën, që ki shumë djers, për të tharë lagështinë e tepërt dhe për të hequr erën e rënd shetullave, thot fërkoje lëkurën me rejhan. Domethënë fërkoje lëkurën me rejhan. Me ujin kur zir rejhan mund të kurosh infeksionet si në prapanic edhe në vagin tek femnat, nëse qëndron ulur në një vask që është mbushur me këtë ujë. Domethënë, nëse ka probleme një grua, një femën në organin e saj gjenital dhe moshkulli mbrapa ka problem, domethënë në prapanic, atëherë e merr një vask, e qet ujin e vluar, i qet që të rajhanin e qet, edhe si ku lloj avullimi që bëhet, apo avullimi me pas tek organet gjenitale. Gjethet e mërsinës, domethënë rejhanit, të grira me pak ujë dhe të përziera me vaj ose esencë edhe drëndafil, të përdorura si kompres shërbejnë thot kundra ulqerave të lagshta, zjarthit në gojë, erizipeles, domethënë të kusht të madh, tumoreve akute, urtikaries dhe hemoroideve, apo domethënë hemoroidet janë këto majasilit. Domethënë majasilit, ndikon tek majasili. Fara e rejhanës shërben si ilaç në rastin e gjendjes kur pshtyn gjak. Ajo mbështjell stomakun, nuk e dëmton gjoksën apo barkun, po i pastron atë dhe po ashtu thot ndihmon kundra diaresë dhe kollës. Ndihmon kundër barkqitjeve, nëse keni barkqitje, edhe kundër kollës. Veti kjo që e bën të rrallë këtë bën krahasime të tjera, farat e saj shtojnë urinimin dhe shërojnë infeksionet e fshiksës urinare, pickimet e merimangës dhe të akrepit deri në takimin e rodhës me shegën, rumman, vajin e ullirit, gjalpin e kështu me radhë. Subhanike Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruke wa atubu ilejk. Allahu ju shpërblet.